Nëse dikush thot, ose sa drejt ti ma thuaj mu, qa ka bo për 5 vite. A di qa po thonë populli? Këta që nuk e dojnë krahun e luftës. E ka shliru Mitrovicën. Jo, bursën Mitrovic, kam qenë Lepësavesh, Den Kofe kam qenë. Den Kofe kam qenë para 15 vite, 20 vite. E ta që hek furi, a o heka ju, se kishin të karabinjerët ishin alo. Kjo është etap e cila e ka nënshkruar Shim Thaçi, e cilës mëse shumë të ndihmon Ramush Haradinaj. Pas ka nënshkru mirë në sana se Ramush Haradinaj, po shumë i ka nënshkru. Kur nuk shkru në Shim Thaçi keq. Kur nuk nënshkru në Ramush Haradinaj keq. Kur një jetë e Kadri Veseli, e Baci Jakub, edhe Rejgja. Tjetër se ano që janë në subjekte tjera politike. Për mua është kraj luftës. E do mbetet kraj luftës. Inshallah do Zoti bashkohen të katërtit edhe liruar. Liria ashtu rrjedh për tynve. Këtë liri që e kemi në sot, e kemi për atinve 4 burra që sot mohon padrejtisht në gjykatën speciale të Hagës. Në vërtet. Kjo është. Na shta regjia e kohë, po kalim të këti personalisht, që që kysh në rallë të ushtrisë ligjore të Kosovës, kallëzohë edhe ma herët, i kem lidhe këtë bua atje të ri nga Kosovë edhe ke ardhë, dhe me thonë, i ke prunë, i ke sjellë në Kosovë. Këtu e kini foto? E ka jem foto? Kjo është grupi... Që ki e te, apo? Me ka po që të kush, po? Kjo është grupi i Solingenit, është quajtur. Unë jam kthyer nga Shqipëria dhe këta ushtarët janë burgos në Austri dhe i kanë kthy prapë në Gjermani. Dhe më kanë ftuar shokte nga Stuttgarti. Bekzat Gashi, Kushtim Adergjonaj, Gzim Avdimetaj, Mehmet Qumili, që i kanë kthy një grup bashkëpunëtor dhe nesër duhet të nisi prapë. Unë i kisha 2 ditë që isha ardhur nga poshtë dhe pranova me gjithë dëshirë. Kur kam shkuar në Stuttgart, ku e kem pas vendin, ka qenë shumë objekti madh, e kam po që ushtarët ishin të dëshpëruar shumë, ishin të lodhën shumë, dhe u kanë marrë një fjalim para meje, mirë po, sa më kujtohet mu, kë që ma ka qitë dorën është Musa Smajli. Musa Smajli një problem që po vje kanë erë të na, snajperisti? Po, aja është. A ki foto tjetër? Po. E pse këtë foto me Musa na, përbes, ka qenë aden ma i gjallë. Pja timve? Po, edhe me nëzirë prejtë ke me hi me shku me luftu. Bua? Po. Edhe këtë kur t'jen së të nga kanë erë. A ki tjetër e regjia, po? Shumë interesant, kom shumë foto. Nashta e kohë në tjetër e regjia. Shumë interesant, nuk e di kush ka majt fjalim para prak. Këtu është do më thënë gazeta që ka shkuet nga kampi i azilantëve në front të ushtrisë ligjore të Kosovës. A të kujtuat ndaj diçka me Musën të me thonë, a konë kështu për të ragjia dhe atëra konë... Jo, ka qenë ma aktiv. Po dhe, për të ragjin kuptimin e mirë fjallës. Dhe këta që kanë majtë fjallim para me, ka qenë Avdil Buja, vllavi i... A të kujtuat ndaj thonje e Musës që ka thonë? Jam i gatshëm? Po, jam i gatshëm për me vdek, me gjitha këto i ka pas, për kur ardha une, isha me uniform. Edhe i ardhë mirë kërë më pa me uniform, edhe vishë ma gaboj herë, më si edhe ti si kur këta. Në luft, më thashë, okej, do të nisemi, nesër, do të sandë në regull. E që ka thonë Gjermani jemi të gatshëm edhe për Maqedonitë, që të shka? Tash të kalzoj ato, në intervist, ku keme ardhë në Shqiprina. Edhe ku jem nisë qëfar fati për patëm sa u Livdova, unë e kishe do të shkojmë, mirë po, autobuset që na transportojshin, në atë kohë nuk i kam njoft atë shoferin. Dhe e ka përdorë linjen, thuaj që të njëjtën linje ku kanë hecë para 2 dite. Dhe shkum ne prapë Burgasëm. Unë kisha disa gjëra që të pa lejuara. I kam pas me veti dhe emblemat e ushtrisë ligjore të Kosovës. Që i kam pas për detyrë me ndërzu komandantët e ushtrisë ligjore të Kosovës Azem Syllës. Kisha me veti. Dhe austriak në nalën dhe njën nga një, unë veç i kam thonë shoferit, ty nuk të kontrollojnë, muaj këto. Nëse ty të kontrollojnë, tregoj që janë të mijat, se unë jam udhëheqës i këtij grupi. Për fat mirë, kem kalu pa pasoja, kem dhënë se cili intervist, dhe tek Gjerman kur jam kthy, kam pas leje speciale për Gjermani, na kanë kthy, prapë jam kthy në njëjtin vend, kam marrë një hotel,
i kam qu ushtarët me fjetë. Të nesërmën, i kam thonë, e tash ti mbas meje. Kam marrë rrugën ku une, kam pas rrugën në temë dhe kem mbri në Shqipëri, në